Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Të nderuar shikues, Allahu na falënderojmë paqja dhe bekimi qofshin me Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. Shpesh kur njerëzit nuk mund ta bëjnë një vepër të mirë apo nuk mund ta praktikojnë një të keqe, mundohen që të thënë se kjo nuk është obligim apo kjo nuk është e ndaluar. Andaj tu kemi dy probleme. Një problem është bërja e një të keqes, problemi i dytë është legjitimimi ose legalizimi i veprimit të keqes. Edhe e dyta, nuk mund ta bësh një të mirë, edhe kjo është gabim, dhe e dyta, legjitimimi i mosbërjes së kësaj vepre të mire. Dhe për këtë situatë, feja islame e ka të sqaruar me këtë çështje, dhe na shpesh ballafaqohemi me këtë fenomen fatkeqësisht në jetën tonë të përditshme. Andaj u themi këtyre njerëzve, nëse smunesh me bë një të mirë, ose nëse smunesh me lënë një haram, mos thuaj që nuk është haram. Nëse smunesh me bën një obligim, mos thuaj që nuk është obligim. Për shembull, te namazi, njerëzit nga përtesa, nga shejtani, nga shumë shkaqe nuk falen. E tash thotë nuk është obligim namazi. Se nuk është me rëndësi namazi. Jo, ti pse smunesh mu fal, thuaj vallahi farz është, po çe unë smuj. E inshallah Allahu më forcon e bëhet. Ose një vajzë për shembull muslimane, për shkak të rrethonave, për shkak ignorancës, për shkak dobësisë së besimit nuk mund të vendos shamin mbi kokë të mbulohet. E çka thotë? Nuk është obligim mbulesa. Ne I themi, mos thuaj nuk është obligim mbulesa. Nëse ti smunesh me mbulot që kjo është mëkat, ti mos e elimino obligimin e mbulesës se këtë e bën mëkat më të madh. Sepse do të thotë eliminimi I detyrave nga Zoti ose legalizimi I mëkateve është mëkat më I rrezikshëm se vetë bërja e mëkateve. Andaj më mirë është me thonë se haram është, haram e di, haram e pi, sa me thonë që e pi edhe nuk është haram. Na nuk themi që ti pi, Zoti na rujt. Përkundrazi na tregojmë se kjo është haram. Mirë, po me bë haramin halal është mëkat edhe më I madh. Bilem është mëkat e cila çon me dal prej feje krejtësisht. Andaj kur pejgamberi sallallahu alaihi wasallam e lexon ajetin kuranor ittakhadhu ahbarahum wa ruhbanahum arbaba min dunillah, I morën priftërit dhe murgjerit për zotra përveç Zotit, përveç Allahu dhul Xhelal. Adi bin Hatim, I cili kishte qenë krishter më herët, u ngrit dhe tha ja Rasulullah. Nuk është e vërtetë se ne krishterët I kemi llogarit për zotra, murgjerit dhe priftërit. Atëri ju drejtua pejgamberi sallallahu alaihi wasallam dhe I tha: O Adi, a nuk ishin priftërit ata që haramin e bënën halal, të ndaluarën e bënën të lejuar, dhe të lejuarën e bërën të ndaluar, halalin e bën haram, dhe ju I respektojnë në këtë gjë? Tha po. E po tha kjo është adhurimi I tyre. Andaj do thotë kur ne e marrim guximin që obligimit mi thonë nuk është obligim, dhe haramit mi thonë nuk është haram, ne e marrim pozicionin e Zotit. Do thotë vendojmë apo sjellim ligje të tjera, dispozita të tjera, vendime të tjera që janë kundërshtim me dispozitat e Zotit dhe janë veshim atij. Andaj ulemat të gjithë janë njerëzori se për mëkateve më të mëdha, përveç shirkut është wal qawlu ala Allahi bighayri ilm, të flasi për Allahun pa dituri. Andaj ti veshim neve obligime apo ta zhveshim prej ndalesave fenë e Zotit, është guzim I tepruar dhe është mëkat shumë I madh. Dhe fatkeqësisht me këtë na mundohemi të justifikohemi dhe arsytojmë veprimet tona, në realitet bëjmë gabim edhe më të madh. Për këtë shkak të nderuar shikues, ju të nderuar vëllezër dhe të nderuara dhe të respektuara motra, duhet të jemi të vëmendshëm dhe të kujdesshëm që pse smuj ta bëjnë një obligim, mos ta largoj atë obligim pe obligimeve, ose pse unë e bëj një gjuna dhe një haram, mos them që kjo nuk është gjuna dhe nuk është haram, se me këtë bëj gjuna edhe më të madh I cili më nxjerr krejtësisht për feje. Po na pendohemi te Allahu, ta mësojmë fenë e Allahut, të mundohemi dal nga dalë të zbatojmë urdhat e Allahut, duke filluar pe aty me më të mëdha, më të rëndësishme, që është besimi I pastër në Allahun, tauhidi, veçimi I Allahut me adhurim, njohja e Allahut me cilësitë dhe emrat e Tij të bukur, adhurimi vetëm Allahut, nënshrimi vetëm Allahut, e pastaj falja e namazit, agjërimi I Ramazanit, dhënia e zakatit, kryerja e haxhit, bamësia ndaj prindërve, të flasësh të drejtë, të jesh I drejtë në jetën e përgjithësi, mos gënjesh, mos vjedhesh, mos tërhesh, mos çash, mos ofendosh. E kështu na dal nga dal të ndërtojmë godinën e imanit në zemrën tonë dhe të stolisemi me bukuritë e Islamit dhe të bëhemi shembull për të gjithë ata me të cilët na kemi kontakte dhe jetojmë. Dhe për këtë shkak e tham këtë sqarim që mos ta keq kuptojnë njerëzit edhe teorinë, haram e di, haram e pi,
po edhe teorinë domethënë pse e bën një haram, mos e legalizo haramin, thuj është haram edhe unë nuk duket haram, domethënë e bëj por nuk du me thonë që nuk është haram, edhe normalisht dal nga dal pendohemi për këto harameve edhe ti praktikisni tërësisht, se besimtari më i mirë është i devotshëm i cili i zbaton urdhnat dhe largohet prej ndalesave, i zbaton sunetet dhe largohet prej mekruhave. Kështu është besimtari i mirë i cili nxiton dhe shpejton për të fituar rahmetin e Allahut dhe xhenetin e tij. Allahu na bëft të tillë dhe na largoft prej atyre që i legalizojnë gjunahet dhe i eliminojmë obligimet e fesë, edhe prej atyre që haramet i bëjnë edhe i dinë që janë harame, edhe farzet edhe pse i dinë që janë farze nuk i bëjnë, edhe për tyre na rujt e na bëft prej atyre që janë më të mirë, i dinë farzet dhe i bëjnë, i dinë haramet dhe largohen prej tyre. Zoti na dhash xherin dhe bereqetin. Zoti ju shpëlbojë. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.